sikur atëherë me çfarë di? Ushqimi i bletës është nektari dhe poleni. Okej. Bleta është i vetmi insekt që shton invertazën dhe atë nektarin e bën mjalt. Në rregull. Përtej nektarit që e bën mjalt, edhe polenin e bën buk blete dhe pastaj e konsumon. Në rregull. Që bleta të mirë funksionojë, që të rritet kolonia, ka nevojë për 2 komponente bazë. Karbohidrat, që e merr nga nektari, edhe protein që e merr nga poleni. Të karbohidratin e inverton, e ruan për aq sa ka kullota, sa e ka ushqy bletari e tjerë e tjerë. Polenin e ka më të vështirë se sa nektari për ta menaxhuar, sepse i duhet i freskët gjatë gjithë kohës. Edhe në qoftë se ajo do ketë mundësi ta mbush 10 korniza teorikisht, gjithë me polen, do ta konsumojë atë polen edhe do ta konvertoj në pjellje. Aktualisht që flasim, duke neve, është temperatura diku 13 gradë. Lagështia është një 78% dhe dje të paktën, sot nuk kam shku ke bletët, bletët nuk dilnin për të kullotur në shumicën e kohës. Një moment që u qetësua moti, jo doli diell, po sikur u zbe pak nga enzimja që ishte, ato dolën direkt për 5 minuta, erdhen me komët e verdha, bu për plastin. Nuk diskutohet a ka natyra tani apo nuk ka natyra. Natyra ka tani. Ka fillu ka qelë thona, vjedhi, dreqi shejtonit. Por diskutohet që bleta nuk ka qasje praktike për ta marrë këtë polen që ta konvertojnë në pjellje. Nuk ka qasje për shkak të temperaturave, për shkak të motit të keq. Lagështia. Qa bën bletari? Unë i kam përgatitur bletës bukë proteinike me ato miksturat Fit B, Ultra B, aminoacide, ato gjonat gjitha, që në përfundim niveli i proteinës crudo përtej nivelit 33% që e ka Fit B-a të masës së saj si protein, përtej 58% që e ka Ultra B-a të masës së saj në protein, unë kam llogaritë recepturën që përdor, që në total mikstura të dali me 20% protein crudo. Më kupton bac? 20%. Në këtë mënyrë, 20% ka protein crudo, dhe gjom me vëmendje këtë që them, se do ta them prap më vonë se çfarë do thot crudo. Në rregull. Në këtë moment që bleta e ka nisur pjelljen, që unë e ka nisur pjelljen me 1, 2, 3 janar. Unë vetëm për ujë ciklet, 21 janar ka qenë gjenerata e parë, 10 shkurt ka qenë gjenerata e dytë, në fund shkurtit fillim marsit më qel gjenerata e tretë, e tjerë e tjerë. Në momentin që bleta ka filluar pjelljen, ajo në mungesë të lëndës proteinike, polen, që është baza, do japi nga vitelina, indi dhjamor që ka bleta. Në rregull, vetën. Bukur. Edhe në momentin që bleta nuk ka qasje ke poleni, do japi nga vetja e vet maksimalisht. Okej. Që ta rrisë atë gjenerata. Kur ne i shtojmë bukën proteinike, pavarësisht se nuk është polen nga natyra, i japim ushqim minimalisht të mjaftueshëm asaj, që atë gjenerat që ka nisur të rrisë, ta përfundojë. Sigurisht, debati është shumë i thjeshtë, edhe unë nuk pretendoj të vazhdoj një diskutim të këtillë. Një sekond deri, një sekond. Nuk e zëvendëson ushqimi
artificial, suplementi i polenit, poleni natyral. Por, kur nuk ka polen, se bleta nuk ka qasje në të, e bën më së miri punën ushqimi proteinik që neve i vendosim asaj. Tani, çfarë duhet të them me ushqim proteinik 20% krudo dhe pse 20%? Para disa kohësh kanë publikuar një manual të ushqyerit, disa studiues nga Australia, ku gjetën që niveli optimal i burimit proteinik të polenëve në tërësi që bleta e konsumonte ishte në niveli 20%. Dalim ke buka tani. Ultra Bia, në 1 kilo Ultra B, 580 gram, 58%, është protein. Më kupton? Po, Që të bëjmë neve 1 kilo buk me Ultra B dhe të morim nivelin 20% të proteinës krudo, do të thotë që në 1 kilo ushqim që neve do bëjmë, do t'i hudhim 350 gram, 35% Ultra B. Më kupton? Ose në qoftë se do bëjmë ushqim me Fit B, që e ka 33% nivelin e proteinës, për të bëu 1 kilogram ushqim me Fit B, që ta ketë nivelin proteinik 20%, do të na duhet që t'i hudhim 650 gram Fit B. E kuptovi 20% krudo? në rregull. Dhe ky ushqim është i domosdoshëm, thelpsor, jetik për bletën, kur bleta nuk ka qasje 1, siç është në këtë periudhë, dhe kur nuk ka natyra 2, siç është në korrike dhe në gusht. Në këto momente, edhe pse nuk do të arrisi, le të themi cilësisht, që të simuloj ushqimin polenin që do i vi nga natyra dhe nektarin që do i vi nga natyra, nuk do ta simuloj 100%, por të paktën ajo gjenerat 50%, ta morim kështu në terma banal për diskutim, do rritet. Ndryshe nuk do rriste fare. Kjo gjenerat që do të jetë, le të themi, 50% e aftë, që do çelë, kur të rrisi gjeneratën e radhës, do ketë akses të poleni natyral, apo të nektari natyral. Dhe gjenerata që kjo do rrisë në bazë të ushqyerit, do dali gjenerata shëndoshë. Diferenca ku është? Nëse do përdoret ushqimi, duhet përdorur siç duhet ushqimi, se të ushqyerit e bletës është art. Dhe duhet përdorur kur duhet. Ato që duhen. Buka 3%, 5%, 10%, 20% nuk janë për të ushqyer bletën ashtu siç ti e paguan atë për ta përdorur në të. Nëse ti do ta ushqesh bletën, do ta ushqesh me bukën proteinike, me nivelin proteinik të paktën 20%, dhe këtë bleta do ta konsumoj për 3 javë, për 4 javë, për 1 muaj. Dhe do t'i japësh karbohidratin, qoftë në formë fondanti, qoftë në formë shërbeti, varësisht temperaturave, konfigurimit të zgjojit, aksesit që ke etj. etj. Këto të dyja flas sa i përket të ushqyerit artificial. A u shpjegova qartë? Pritani, se ja edhe kjo është për diskutim. Çdo lloj pse është ai 20%? Çdo lloj poleni nuk është 100% proteinë. Në rregull? Dhe ja, shive si funksionon. Niveli proteinik i polenit, nga studimet që janë bërë, varion nga 20 deri në 26-28%. Do më thënë, në 1 kilo polen ke nga 200 gram protein deri në 460 gram, 480 gram protein. Që do thotë se varësisht atij polenit që ti ke mbledhur, në cilën periudhë ke mbledhur, ta marrim për polenin e gështenjës, që ka nivel proteinik të lartë, ti duhet i hudhësh 1 kilogram buk, që do bësh, do t'i hudhësh të paktën
500 gram polen gështenje që të arrish nivelin e 20% të proteinës krude që asaj duhet për të rritur pjellin në mënyrë optimale. Në rastin që ti i ke dhënë ushimin me 20% proteinë, me 20% polen, varësisht nivelit proteinik të atij poleni që ti ke përdorur, le ta marrim për mesatare të diskutimit, ka qenë 30% proteina, ai polen që ti ja ke dhënë, edhe i bie që ti i ke dhënë diku ke 6% proteina. Dhe je 14%, 140 gram protein mongët në atë kilogram buk që ti i ke dhënë. Bleta do ta marri, do ta konsumoj atë, sepse s'ka asgjë. Por ti nuk e ke ngopur përshtatshmërisht atë, që atë gjenerat në mungesë të qasjes së saj ndaj polenit natyral ta rrisë përshtatshmërisht. A më kupton? Atë jafti mbledh polenin e gështenjës. Edhe ti e di pak a shumë që ky poleni i gështenjës e ka 48% nivelin proteinik, 50% për llogari. Pak a shumë. Kur do e bësh bukën me këtë ushimin, ti do t'i hudhësh 400 gram polen në 1 kilogram ushim. Po në qoftë se ti e mbledh polenin në kohën e akacjes, ti do t'i hudhësh 1 kilogram polen për 1 kilogram ushim që do bësh. Më kupton? Ashtu më ka dal mu personalisht ka kushtu 10 euro kilogrami. Nuk ka rëndësi, pastaj është gjë tjetër, çështja financiare, domethënë se si del. Bletës, çdo lloj gjëje që do t'ja japësh me sheqer do ta mori. Me shërbet do ta mori. Puna është se sa do ta asimiloj, sa do ta tresi. Edhe këto muhabete që po bëni me ndyra, qumshi, mishi etj. Mund t'ja japësh bletës grije ti, po me shërbet ka për ta tha tasin ajo. Se çfarë pasohesh ka pastaj është muhabet tjetër. Por neve du t'i ndërtojmë, t'i formulojmë dietat ushqimore në bazë të atyre që dim, dhe baza është niveli aminoacideve që përfaqëson ai ushqim i caktuar proteinik që ti i shtin të. Tu është gjithë loja që duhen ato 7 aminoacidet bazë në atë nivelin optimal. Në bazë të këtij parimi neve ndërtojmë ushqimin proteinik. Se për shërbetën për kandi, për fondant, nuk jemi duke diskutuar. Jemi duke diskutuar proteinën. Dhe proteina sillet kështu.